Tungjatjeta shqipet e mi. A keni dëgjuar ndonjëherë për fisin legjendar që sfidoi për Andorit dhe hyri në histori si zemra e qendresës shqiptare? Qëndroni me mua, sepse sot do të flasim për Fis Kelmendi. Në zemrën e maleve të veriut, aty ku era bart legjenda dhe guri mban kujtesë, lindi një fis që historia se harroi kurrë, Kelmendasit. Ata ishin stuhia që nuk u përkul as para fuqive më të mëdha, një komb i vogël me shpirt të pathyeshëm. Nga ky fis doli Nora e Kelmendit, gruaja që ngriti pushkën për liri në një kohë kur gratë heshtnin. Emri i saj u bë këngë e betejave dhe simbol i krenarisë shqiptare. Por Kelmendasit nuk ishin vetëm luftëtar, nga gjaku i tyre rrjedhën edhe dietar e prijes shpirtëror. Njëri prej tyre arriti deri në fronin e shenjtë të Vatikanit, Papa Klementi, një ndër papët e parë me rënje shqiptare, që la gjurmë të pashlyeshme në historinë e krishterimit. Fis Kelmendi nuk është thjesht një emër. Ai është kujtesa e një populli që kurrë nuk u përkul, zëri i malit që ende thërret për liri dhe nder, një kujtim i gjallë se kush jemi dhe nga vim. Historia jon jeton, sepse ne e tregojmë. Ndaje këtë video dhe më ndiq që të mbajmë gjallë kujtimin e atyre që nuk u lejuan të jetojnë në paqe. Deri herën tjetër, shqipet e mia, qëndroni krenar, qëndroni të fortë.